Avokatën e juristen Adriana Kalaja jam tashmë në studio, ndërkohë që do t'jemi dhe me pamjet live nga protesta në Tiranë. Përshëndetje dhe mirë se vjen Adriana. Protestuesa e përhershme si kundër ti e thua vetë, po meriton të thuhet edhe në një ditë si kjo. Në fakt s'kam lënë protest pa shkuar, po gjithmonë kam respektuar organizatorët e protestës. Po, patjetër. Për shumë në kohën që ne protestonim ke teatri, dhe shkonim dhe mbështesim për shumë nazën e re për studentët e tjera. Kështu që të protestohet është shumë mirë. Po, dhe shembull shumë të mirë që ka dhënë fakt, sidomos Aleanca në mbrojtjen e teatrit. Ne kemi shkuar deri tek minatorët në grevurie, pra kemi respektuar, kisha shumë dyshime dhe ke protesta për naftën, qofse mban mend në 2022-shin, madje kam deklaruar që kam dyshime për protestën, edhe në rastin konkret, dhe 2022-shi tregoi që mua nuk më gënjehujnë tuita. Të pesta kërkesa në fakt që kanë ardhur sot kanë qenë shumë konkrete, dhe meqense jemi te kjo pikë, ti rikujtoj edhe një herë për publikun ato kërkesa në mënyrë që ato na çojnë tek çështjet që ju keni ngritur si Parti Demokratike, keni ngritur ti ka ngritur Partia Demokratike. Ishin shumë të sakta. Dorëheqja e qeverisë, shfuqizimi i statusit që lidhet me investitorin strategjik, paketa e maleve, shfuqizimi i paketës së maleve, anulimi i ndryshimit në ligjin për zonat e mbrojtura, anulimi i ndryshimit në ligjin për trashëgiminë kulturore. Një koment shkurt me që se jemi këtu, se njëra lidhet dhe me çështja, në? Patjetër, edhe për të rrëzuar alibin, që tashmë thash vetëm njerëzit që paguhen nga pushteti për të bërë po çdo qytetar i ndershëm e di shumë mirë betejën që është bërë qoftë nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit në raport me ligjin për trashëgiminë kulturore, por sidomos ndryshimet, sepse duhet t'ia kujtojmë pak publikut. Është e njëjta kompani, nuk mund të them kompani, pa agjensi që ka marrë të drejtën për të menaxhuar butrintin, që ka bërë dhe ndryshimet në ligjin për trashëgiminë kulturore. Pra, që ka një përplasje shumë të madhe në këtë raport. Nga ana tjetër, unë dua në fakt ta theksoj me të madhe që Partia Demokratike, ndryshe nga propaganda e pushtetit, ka bërë maksimumin sipas pozicionit që ka, qoftë në ligjin për investitor strategjik. Ku janë çuar këto shpejt e shpejt? Po të marr për portin e Durrësit, Partia Demokratike ka bërë 2 kërkesa në gjykatën kushtetuese dhe është gjykata kushtetuese, siç kam thënë, është një organizatë kriminale në krah të pushtetit të Edi Ramës, sepse kanë qenë kërkesa që janë rrëzuar deri me rezultatin 8-1 kundra. Pra, ka patur vetëm një vot pro kërkesës dhe ajo ka qenë vota e gjyqtare Sonila Betja. Dhe duhet ta themi këtë, sepse është një sakrificë shumë e madhe që të kesh 8 bandit dhe të votosh kundra pushtetit. Po të gjitha këto pika janë trajtuar nga Partia Demokratike. Pra, jo duhet ta themi. E pesta ajo që është e para dorëheqja e qeverisë është kërkuar. Është kërkuar dhe ne vazhdojmë edhe në komunikimet me partnerët ndërkombëtar. Ne kemi kërkuar në mënyrë sistematike qeverinë teknike, sipas modelin të Maqedonisë Veriut, pra për një periudhë minimalisht 1 vjeçare, sepse ne, përsa kohë kemi thënë që me Edi Ramën nuk ka zgjedhje të lira, e tregoi dhe 11 maj 2025-s, por mbi të gjitha e treguan të gjithë raportet e OSB e Oldirit, ku thanë që nuk kishte një vit ndarse midis pushtetit dhe Partisë Socialiste.